Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka hapur rrugë për shqiptarët e Kosovës me shku në protesta kundër gjykatës speciale e për qëllimtarëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka liru rrugë pa pagesë sado dhe nesër që shkojnë për protestë kundër gjykatës speciale për ushtrishin të Kosovës dhe Shqiptarëve. Kjo jena në Tajnasin, punadën në protest kundër gjykatës speciale e për trimat të UÇK-s që përmohen pa drejtësisht. Inshallah, në liru së më shpejt. Edi Rama në kështë hapë për drejt, që po vajnë apo në gjykatë për Edi Rama. Edhe jep me Tajnasin e linqin. Kështë në dojë. Me autobusa këna orë, pa pare, këtu e kam edhe një kusherin, edhe kjo në qashtu qëllëtor. Këtu hangë në bukë, mirë. Ashtë për begaditë me shku për Tiranë. Pjesa 2 pe pagu rrugë, prap pa pagesë heq. Ka liru Edi Rama, Kryeministri i Shqipërisë. Hare se bilbil. Rnash, zoti trujt bilbil.